Bamirë, duke qenë se keni qenë president, dhe e njifti sigurisht më mirë se shumë tjerë, më mirë se ky president po herë, se si e pat vendimin e presidentit për shpalljen e zgjedhjeve, a ka shkelje kushtetuese dhe çdo të ndodhi mendoni ju tashmë pas vendimit që do të ketë gjykata kushtetuese dhe ç'vendim vendim mendoni ju se do të ketë? Se ç'vendim të marrë gjykata kushtetuese, unë këtë mund ta çoj në përmend, por nuk e paragjykoj publikisht. Gjykata kushtetuese ka drejtën e vet absolute. Jo vetëm që është institucioni më i lartë, por në këtë sistemin e drejtësisë, por që merr marrëdhënie me disa institucione. Me zi e the atë fjalën e drejtësisë, me zi doli. Por dhe me i vuna i çe para drejtësisë. Unë e kthej vëmendjen në momentin kur kryeministri masi mori vendimin e zbardhur të Këshillit Bashkiak të Tiranës, i cili u orientu politikisht, absolutisht, sepse janë bërë publike. Ai nxitoi për ta kaluar tek presidenti dhe i futi zgjedhjen në Tiranë së bashku me 5 bashki të tjera. Të tjerat kanë arsye të tjera. Në këtë moment është pyetur gjykata kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese nuk ka kaluar më shumë se sa një orë nga dalja e këtij lajmi, ka thonë çdo vendimi i gjykatës kushtetuese që po njoftohet nëpërmjet përgjigjes së kësaj pyetje presupozon që kjo procedurë, çdo procedurë që lidhet me këtë rast pezullohet. Ç'a ndodh këtu? Shkon në presidencë. Presidenca, ku është presidenti, po janë dhe këshilltarët juridik. Nuk e dëgjojnë ose bëjnë sikur se dëgjojnë, dhe dekretojnë. Pra, atë që tha gjykata kushtetuese, këta e hudhën poshtë. Nuk e dëgjojnë. Apo jo? Ç'a ndodhi mbrapa? Shkon dekreti i presidentit, shkon kushtetuese. Dhe kushtetuesja mban të njëjtën qëndrim. Pra e konsideron nul, sepse nuk është respektuar ajo që ka njoftuar gjykata kushtetuese, që kjo duhet të ishte pezulluar deri në shqyrtim. Shefti ka zgjedhën në Tiranë, jo s'ka zgjedhën në Tiranë. Pse? Duan këto, s'duan e trajtojnë politikisht ose jo, krijojnë psikozë të rreme. Historia është që në një vend që ka një gjykatë kushtetuese, dhe kur gjërat shkojnë gjykatë kushtetuese, duhet patjetër që të ketë një vendimar gjykatës. Me 31 tetor gjykata merr këtë qëndrim, apo një qëndrim tjetër, atë ne nuk e dim. Mund të marri atë rrugë që mendon gjykata kushtetuese. Por të gjithë aktorët e tjerë janë të detyruar ta presin. A mund të japë ai dekret tjetër pa ardhur? Jo. A mund të thotë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të organizojë zgjedhje? Jo. Pse janë ata? Pa emocion fare politik, është çështje e drejtësisë. A tregon një mos seriozitet të institucionit presidencës për të qenë dhe unë pak etik tash, për mos thonë gjëra të tjera. Po se unë e thash. A është figurë presidenti ky? Jo, kështu nuk mund t'i përgjigjem kësaj pyetje është figurë, por kjo procedurë unë e thash. Tregon që s'ka seriozitet. Të lutem, unë e thash fare hapur. E rëndësishme është si e konsideroj unë A ka shkelje kushtetuese në këtë rast? Shkelje kushtetuese, këtë mund mos ta konsiderojnë si shkelje kushtetuese. Por është shkelje kushtetuese. Por është një gabim i procedurës kushtetuese.